Më vjen keq që për hesape të debatit politik dhe të shterpsisë së ideve politike përdoret një njoftim rutin si në të gjitha ambasadat e Shtetet Bashkuara të Amerikës, përfshirë këtu Departamentin Amerikan të Shtetit, i cili pothuajse në mënyrë të përditshme në komunikimet e tij publike në rrjetet sociale të Departamentit të Shtetit, pjesa e zyrës konsullore, prej fillimit të marsit i ka njoftuar dhe njofton në mënyrë të përditshme qytetarët e vet në të gjithë botën se mund të jenë target i sulmeve të regjimit iranian, ndërkohë që ajo që duhet themin e sot me të njëjtin zë është që po Shqipëria është aleat i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump në të gdhirë të ditës sotme ka qartësuar hapat e mëtejshëm në cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ecin në këtë drejtim. Ne përshëndesim presidentin Trump në atë ndërhyrje historike sa i përket azgjësimit apo pamundësimit të regjimit Iranit për të qenë një rrezik për paqen, stabilitetin në lindjen e mesme dhe jo vetëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mbështetur gjithmonë Shqipërinë kur ne në mënyrë të vazhdueshme kemi qenë shënjestër e sulmeve të regjimit iranian dhe të gardës islamike. Jemi shumë krenar që në Kuvendin e Shqipërisë kemi miratuar një deklaratë ku për turpin tuaj nuk morët pjesë dhe pastaj për turpin tuaj dolet dhe Partia Demokratike i shpall luftë Iranit, e pa dëgjuar në herë në botë që një parti nga selije vet bojkoton Kuvendin edhe del pastaj edhe thotë që ne i shpallim luftë Iranit, turpi juaj. Ndërkohë sa i bëni këto teatra këtu, lërin e teatrat, por bëni atë që duhet bëjë çdo politikan i përgjegjshëm dhe çdo përfaqësues i përgjegjshëm. Dashur motra e vëllezër shqiptar, Shqipëria aleate e Shtetet Bashkuara të Amerikës, vend antar i NATO-s, nuk ka sot asnjë informacion zyrtar për të qenë target i këtyre sulmeve, por natyrshëm që Shtetet Bashkuara të Amerikës pa marrë se ti ta përfundoj fjalën. Jep hesap para drejtësisë ti, mos më hajde këtu fare ti. Ti shkoj jep hesap aty para drejtësisë ke vrarë 26 vet aty. Na bën ti si përfaqësuesi amerikanëve ke 20 vjet tu. Ika, jep aty. Mjaft ta bëre ti siguri je përfaqësuesi Kongresit ti. Kështu që zoti kryetari i Kuvendit, ju lutem shumë të kalojmë tek pikat e renditditës. Faleminderit.